është mbledhja 2 qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë. Atje në fund fare me flokë të bardha është ambasadori i Shqipërisë Qemal Minxhozi dhe 2 qeverit, këtej e zotit Rama, këtej e zotit Kurti. E para njerë mund ta tregoni një detaj si u organizua, si u bë se kjo është mbledhja e rradhës që 2 qeverive në Elbasan. Nga viti 14 deri në vitin 22 janë bërë në mënyrë të vazhdueshme mbledhjet midis 2 qeverive të alternuara. Në fillim fare u bën Prizren dhe pastaj me qytete ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë. Shumë është folur për këto mbledhje, për efektin e tyre, disa i kanë quajtur parada, disa i kanë quajtur të sipërfaqshme. Unë do thoya që kanë pas efekt. Ka pas efekte? Sa mbledhje janë bërë gjithsej? Janë bërë gjithsej 10 mbledhje, mos gabohet. 10 mbledhje. 10 mbledhje dhe secila 9 mbledhje, secila prej tyre ka prodhuar diçka. Shiko. Po çka ka prodhuar se edhe aq prodhuar zoti Minxhozi nuk mund duket, ë? Po unë do t'jap disa gjëra tani që janë të prekshme. Sot midis Shqipërisë e Kosovës kemi një kufi shumë më të lehtësuar se vite përpara. Njerëzit lëvizin lirshëm. Qytetarët e Shqipërisë dhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në 2 anë të kufirit nuk kanë nevojë më për leje qëndrimi, po kanë një qëndrim përhershëm, mjafton që të kenë një vend pune. Domethënë kemi një Schengen të plot të ndërsjellët, Shqipëri-Kosovë. Nga ana tjetër pastaj janë bërë disa marrëveshje që kanë bënë me zhvillimet në të 2 kajet e kufirit për sa i përket për shembull shkëmbimit, rritjes shkëmbimit mallrave në 2 anë të kufirit. Po them diçka, në vitin 2016 midis Shqipërisë dhe Kosovës shkëmbeheshin 160 milion euro mallra. Po tani? Deri në 2023 ku kam qenë unë, ka shkuar kjo shifër në 480 milion. Dhe këto nuk bën me sus. Bën natyrisht biznesi. I kujt është merita? Është shpirt inovator i bizneseve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Po pra, se në mënyrë absolute. Mos a bën tani që ka bërë Albini me dhe qeverit shu. Është bërë dhe diçka tjetër. Çfarë është bërë? Për shembull, po marrim portin e Durrësit. Para 6 vitesh është hapur një deg e doganës Kosovës atje, që mallrat që vinë në drejtim të Kosovës certifikohen në portin e Durrësit dhe shkojnë direkt në Kosovë. Do më quhet si pjesë e Kosovës. Do të ka një kalat, po. Ka një kalat që kanë atje dhe gjithë kalat e Kosovës. Po, do më gjitha mallrat që janë të Kosovës, janë një pikë. Tash ti duhet të kesh parasysh që deri para 2 vjetëve të paktën 80% e gjitha mallrave që hyjnë në territorin e Kosovës vijnë nga porti i Durrësit. Kjo është një lehtësi shumë e madhe. Tash ka dhe një lehtësi tjetër. Qytetarët e Kosovës në Shqipëri nuk ka nevojë që të marrin leje e tjera me radhë për blej një shtëpi, për të marrë një biznes, trajtohen njësoj si qytetarët e Shqipërisë. Dhe Kosova është, do thoja unë, donatori kryesor ose domethënë shteti kryesor për turizmin në Shqipëri. Për turizmin, kjo dihet. Është dihet. Sa shqiptarët e Kosovës në një vit Në një vit vinë domethënë me hyrje dalje, po ti shikosh këtu, pa dyshim 6 milion, 7 milion. 6 milion, 7 milion. 7 milion. Në mënyrë absolute. Po turistat që nga ata. Po. Domethënë kjo është. Dhe të shtunave të dielave fillon muaji prill tani, të shtunave të dielave Prishtina, Peja, Prizreni, boshatisen komplet dhe vinë në Shqipëri. Të bëj një pyetje kështu edhe për sqarim gjuhësor. Ne duhet të themi shqiptarët e Kosovës apo kosovarë, sepse ka një problem kjo. Një më mirë se sa ty këtë nuk e thot njeri. Atëherë ne po themi shkodranët dhe korçarët. Po jo, shqiptarët e Shkodrës dhe shqiptarët e Skraparit dhe të Burrelit. Po jo Burrelsi. Unë nuk them dot Burrelsi Qemal Minxhozi. Ke të drejtë, ke zënë bënë një pyetje që nuk merr dot përgjigje, sepse jam shumë i, kështu si ti them, po kosovarët më mirë me thënë shqiptarët e Kosovës. Se shqiptarët e Preshevës, shqiptarët... Po, shqiptarët e Burrelit, shqiptarët e Skraparit, se ka tani shqiptarët... Po shiko, problemi është se ne i marim shu. Unë jam nga Burreli, me se përmende. Unë më afërsi kam me Kosovën, se sa me Gjirokasën nga kam Nusën. Në kuptimin... Do më është mentaliteti shu. Për shembull në Tropoj, nuk mund t'i thush atij Tropojanit që ti nuk mund të shkosh në Gjakovë se është ishte tjetër. Thot, qa mërë, thot, unë jam malësia Gjakovës. Edhe gjithë tropojësit në spitale, në biznese, shkojnë atje dhe trajtojnë njësoj si kur t'jenë shtetas të Republikës Kosovës. Dhe një
ndikim pozitiv të kjo, kanë dhënë ato takimet midis dy qeverive, të cilat natyrisht kanë pas mangësi, mund të ishin edhe më eficiente etj. Me radhë, por asesi nuk mund të themi që kanë qenë padobishme. Tani, ti quajtë të vështirë këtë, pyetje e vështirë është kjo që do të bëj tani, ose nuk është e vështirë kjo si ti quajmë. Plotësisht dakord. Ore, do bashkohemi në një ditë? Po shiko. Vetëm të lutem përgjigj mos më jep si diplomat, ë? Po do ta jap tamam. Do më japësh Po do ta Qemal Minxhozi. Do ta jap tamam. 2 pika. Shiko. Bashkimi, domthon shpirtëror është bërë. Është bërë? Është bërë. Ti je i bindur që Shqipëria ndjehet në mënyrë të jashtëzakonshme në Kosovë. Edhe Kosova në Shqipëri. Ka hyrë në mes tash edhe një zhvillim i madh ekonomik. 80% e turizmit të Shëngjin janë nga Kosova. Jemi një treg bashkë? Patjetër. Jemi një treg. Jemi një treg turistik bashkë. Vetëm turistik? Po turizmi është aseti më i madh. Po, sigurisht. Po nuk, Landi, nuk është puna që vim vetëm bëjmë pushime. Po blem pasuritë pa tundshme, zhvillojmë biznese, shtëpi etj. Me radhë, bizneset i kanë vetë. Në Durrës, po marrim Durrësin e Iliria, Apollonia kështu. Të fillosh nga fillimi deri në fund, derisa del te rrethi që te plepat, e ke komplet. Aty ke edhe i bashkim më të madh, se aty ke edhe nga shqiptarët e Maqedonisë, ke nga shqiptarët e Kosovës, pak ka vandalizmi thon. Po të marrim të Durrësa, to janë bizneset janë zhvilluar me kohë dhe po u bashkua ekonomia. Po pati impakt ekonomik e ke bërë bashkimin kombëtar. Është bashkimi. Ç'a ndodhi me rrugën e kombit? Shkoi përpara në Kosovë dhe 8 orë, 10 orë, 12 orë. U bë rruga, njerëzit vinë më shpejt. Mendohet tashti. Po pse Partia Socialiste sulmoi atë rrugën e kombit? Po tani miku im Erion Braçi thoshte pse është me 4 kursi dhe e kanë bërë për 1 lekë kanë bërë. Gabim. Gabim. Po ti isha afër do ta shtrëngoja shumë. Tani, ajo rrugë është rrugë shumë e rëndësishme. Berisha tha. Strategjike. Gojë socialistëve. Strategjike, një rrugë tepër e rëndësishme që i ka dhënë një hop shumë të madh marrëdhënia midis dy vendeve tona. Me hekurudhën që mendohet për të bërë, atëherë ti je i bindur që nuk ka më term kufi. Do të quhet e bashkuar? Po. Sepse kemi të bëjmë me një hekurudhë që do lidh çdo cep Kosovës me Shqipërinë. Ja, më vjen një mesazh tani dhe më thot, të lutem ambasador, thot, nuk është bërë as bashkimi shpirtëror, thot. Ne të rinjt nuk e kuptojmë kështu. Çfarë do themi ne atyre? Po bëj shumë përshtypje. Shiko, tash unë do të them diçka. Tritë e Kosovës për marrë shkollat e mesme. Po? E kanë në planin e tyre të njohin vendlindjen. Dhe vinë rinë në Shqipëri, më duket o 3 javë o 1 muaj. Si të gjithë të rinj? Gjimnazistët. Çdo gjimnazist do vinë në Shqipëri. Edhe rinë 3 javë? Rinë 3 javë. Vizitojnë qytetet, shkojnë në plazh, marrin Kjo vajza që bëri këtë pyetje, do i them, i dëgjon këto, ja, duhet të takosh shqiptarët e Kosovës ti që bën këto. Patjetër. Që bëre këtë komenti. Patjetër. Po në 12 muajt e vitit apo vetëm për plazh? Jo, në kohën e marrin mësimin, e kanë proces. E kanë proces. Biles do të thojë diçka, që të rinjt tanë shkojnë më pak se sa vinë ato tek ne. Pse shkojnë më pak? Nuk e kuptoj. Por ka dhe diçka tjetër, duke ardhur sa më shpejt, se vim te kjo termi bashkimit, se kam qejf të dialogoj. Po. Unë dua të ulë rast bërtas dhe dua të bashkohem. Bashkimi krijohet duke lëvizur një me tjetrin, janë bërë disa martesa shumë të çuditshme. Nga Saranda në Gjilan, jugu. Po kush është djali, kush është vajza? Nga Saranda djali apo vajza? Të Në shtetësi marrin ta pasaj? Po, në shtetësi pasaj... Jo, kam i pyetje këtu. Më fal. Shumë qytetarë të Kosovës ka marrë unë ankesa që mezi marrin në shtetësi. Tani, ta mbarojmë këtë pjesën e parë dhe unë do vi te kjo që thonë. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër. Dhe ç'ndodh? Në fillim fare kur kam shkuar në Kosovë në 2014-ën, domthon shqiptarët e Kosovës zbrisin deri në Vlorë. Deri aty ishte fundi. Po. Bilen përpara deri në Durrës. Deri në Durrës e shkoi deri në Vlorë. Dhe më kujtohet në vitin 2015 kemi çuar disa biznesmen në Sarandë. Po? I mlodhëm për herë të parë në Sarandë. U bëm se ambasada e Shqipërisë dhe ka qenë ministre e tregtisë zonja Hikmet e Bajrami. Po? Një zonjë shumë e nderuar
E tham ta bëjmë të edhe grumbulluam 30 biznesmen.